Ndonë se me një karrierë të gjatë edhe në politikë, ku për më shumë se një dekadë ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë, Bardhyl Agasi preferon të identifikohet si shkrimtar. Ai është një emër i nderuar dhe respektuar, me konsiderata pozitive e vlerësime të shumta. Jasi e portretizon bashkëqytetarin e tij, gazetari Bujar Qesja. Bardhyl Agasi është një pikë referimi i dashurisë dhe respektit për shokët, miqt, për të afërmit dhe çdo dorsak. Ai nuk e lëshoi kurrë nga duart, nuk bëri kurrë kompromis me armën më aktive, më të efektshme, dashurinë dhe respektin për njerëzit, veçanërisht për ata në nevojë. I nderuar Agasi, është kënaqësi që po realizojmë këtë intervistë. Do të drejtohem profesor sepse shumë vite më parë keni dhënë mësim. Keni një eksperiencë të gjatë në fushën e arsimit, kulturës, keni qenë drejtori i teatrit të Durrës. Keni punuar në fushën e diplomacisë dhe për 3 legjislatura keni qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Një eksperiencë mjaft të gjatë që u ka mësuar kontakte të shumta dhe një agjendë mjaft të pasur kulturore, politike, diplomatike në Europë dhe më gjerë. Do t'ju pyes për një eksperiencë që keni konsideruar të veçantë për vizitën në një delegacion zyrtar në Kinë. Po. Tash me që më thatë edhe si mësues ashtu, çdo mësues e pranon që kur kalon qindra nxënës, nuk kujtohen të gjithë, por disa nxënës kujtohen. Edhe zakonisht kujtohet ai më i prapti i çik dhe më i dalluari. Dhe to mirë për t'ju bërë kështu si kompliment, po je nga të paktë që unë i kujtoj gjithmonë. Jo thjesht për televizionit, po që nxënës ishin nga nxënësit më të mirë që kishim në shkollë. Është e vërtetë, siç e thatë edhe ju, Tom, që nuk më mungon eksperienca. Domethënë ti je 3 legjislatura nuk është pak si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, por unë pata edhe një eksperiencë edhe në kuadrin e brenda Partisë Socialiste, duke qenë shumë vite kryetari i PS-s për Durrësin, kryetari i parë i BIRës, dhe pastaj kam qenë pothuajse vazhdimisht në kryesinë e PS-s, derisa arrit edhe si sekretar i Partisë Socialiste të Shqipërisë për marrëdhëniet me publikun. Dhe është edhe një eksperiencë sepse qenë si deputet për kaq vite më ka mundësuar se isha edhe pjesëtar i delegacionit ndërparlamentar që të bëja vizita të shpeshta edhe jashtë shtetit, sidomos në Unionin ndërparlamentar. Por këtë herë mbaj mend të një vizitë veçanërisht do thoja, atë në Kinë. Ishim 3 vetë gjithsej, isha me sekretarin organizativ Agron Dibrën dhe me kryetarin e Partisë Socialiste të Vlorës, Theodori Shihen. 3 vetë, por ndjema një mikpritje shumë të ngrohtë. Sapo kemi zbrit në aeroport, na pritën me shumë respekt për Shqipërinë dhe e kemi ndjerë veten ato ditë që kemi ndërta mbi 1 javë në Kinë, e kemi ndjerë veten tamam në frymën e një misie. Na kujtoshte misia që kishte shumë vite midis Shqipërisë dhe Kinës. Që sapo morëm kontaktin e parë me përfaqësuesit të Kinës, qoftë partijak dhe ato shtetëror, ndjem një frymë të ngrohtë miqësore. Edhe gjatë gjithë ditëve kjo ndje një respekt për Shqipërinë, flisin me shumë afrim edhe me shumë respekt për vendin tonë. Një misie e strukturuar ndër vite. Një misie e strukturuar ndër vite, dhe më erdhi mirë që edhe aty përkthyesi ishte një ish student nga Kina në universitetin tonë. Të Tiranës, edhe më mbajti mend. Edhe birësa ishte shoqërues i përhershëm sepse që përkthyes nga ne. Pastaj shoqërues të përhershëm kemi pas drejtorin e Evropës Juglindore, Komitetit Qendror të Kinës. Ishte një njeri tepër serioz, njifte shumë me rregullat edhe ushqente dhe fliste gjithmonë në biseda ku kishim pauza të ndryshme, krijosh një frymë më shoqërore, më miqësore, edhe fliste për Shqipërinë edhe ai me shumë dashuri, me shumë respekt. Ajo që në çdo vend, në çdo kontakt që kemi pasur, deri ke ministri i jashtëm, ne kanë përmendur që ne nuk e harrojmë kurrë Shqipërinë, sepse me flamurin shqiptar ne kemi udhëtuar në gjithë detet dhe oqeanet e botës, edhe ky ishte një kontribut ai sa Shqipërie të vogël për Kinën e madhe. Domethënë kishin një njohje ndaj qëndrimit tonë, dhe sidomos ndaj zërit të Shqipërisë për pranimin e Kinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, që u bë me vonesë shumë si një shtet shumë i madh,
Dhe më thënë, e runin në respektin për Shqipërinë. Dhe mirënjohja është Mirënjohje, po. institucionale. Gjatë vizitës në Kinë, ne kuptuam që nuk ishte Kina e mëparshme. Në më thonë, ajo kishte një transformim shumë të madh. Nuk po them që ne u habitëm sepse mendonim Kinën ku ka qenë në vend të 14 si nga fuqitë e botës. Kina në atë kohë ishte futkekaqe më e fuqishme e botës dhe ato ishin shumë optimistë që brenda pak vitësh Kina do arrijë nivele shumë të larta dhe do të jetë një nga superfuqitë më të mëdha ekonomike të botës. Është mjaft interesante, profesor, që ndosë një vend komunist, ekonomia e tregut lirë ka një zhvillim marramendës dhe një boom ekonomik konkurrues në gjithë botën. Po, ne arritëm të na çunë edhe në për disa uzina, në disa ferma, edhe të bënte përshtypje vërtet zhvillimi i madh që kishte Kina. Mund të jap një shembull. Ne shëtitëm në 4 qytete kryesore të Kinës me avion, sepse ishin jenë largë. Nga Pekini e zem në Quhaj do 3-4 orë me avion, si kur të shkosh nga veriu e Evropës në jugun e Evropës. Dhe kudo me respekt na kanë pritur, por na jepshin si shembull. Këtu ku jemi thonë në Quhaj, ku në Pekin lam temperaturën -7 ishte, në Quhaj ishte +22, ishin me mangë të shkurtra. Edhe ndoshta nuk se kishim dëgjuar asnjëherë Quhajin. Edhe çuditshme tha, po ky Quhaj, tu ka qenë një balë të gjitha. Dhe brenda pak vitësh e kanë bërë një qytet krejt modern. Krejt modern, me 1,5 milion banor në atë kohë ku ishim neve, një zhvillim fantastik ishte Quhaj dhe epin natyrisht si një shembull që ja ky është zhvillimi i Kinës. Nga një balë, nxjerrëshim fotografi që kishte qenë si punë kënete ku kaloshin edhe në një qytet me grattaciele e tjera. Dhe ne shikonim kjo Shqipëria jonë e vogël, ne ke 2 milion banor, po ja po themi 3 milion, tham, do të qëmë në Chunqin. Ne s'kishim gjumë në herë, ne njifshim Pekinin, Shangaj, në një kështu. Edhe shkum në Chunqin. Në thanë, Chunqini ka 37 milion banor. Por pitëro, Chunqini, që ne se njimnim fare, 37 milion banor. Qendra tha ka 7-8 milion banor, vetëm qendër Chunqinit. Dhe ta them sinqerisht, unë kisha qenë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe nuk ishte asnjë lloj dallimi, qyteti i Chunqinit ishte gjithë grattaciele, gjithë ato, edhe tham, kjo Kinë vërtet pas marrë zhvillim. Dhe përfitorët e që Kina nga dita në ditë ka një zhvillim, është bërë superfuqi. Mbresat nga udhëtimi në Kinë, unë i kam lexuar në një nga organet e shtypit pas kthimit nga kjo vizitë zyrtare, dhe mësoha që ju kishit vizituar edhe morin e lartë kinez. Ka një shprehje mjaft e njohur në Kinë që kush viziton Kinën dhe nuk ngjit morin e lartë kinez, nuk është burr i mirë. Kësaj ju jeni një burr i mirë. Po. Mirës, më tepër se sa burr i mirë, ishte burr i fortë. Po unë e ndjeshe qikte që unë isha pak delikat, dhe më thënë kisha bën një ndërhyrje dhe një operacion në zemër dhe ndodhe diçka. Muri është shumë i lotshëm, edhe ku ngjitesh, natyrisht ka vend pauze ku mund të pushosh e tjerë. Po ne esnim, ai ishte drejtori për gjithë Evropën Juglindore, s'na u nda fare ai Vangu, dhe kur arritëm në maj fare, që u qut një fitore, edhe më tha Bilis Agroni më qeshe, si e smur bardhe, tha, unë gjitë deri këtu, po unë e ndjeva. E ndjeva dhe aty kishte një që shëbente, ishte një deve. Dhe gjithë bëshin, hypshin sipër dhe bëshin foto me deve. Dhe kur erdhëm aty neve, mu drejtu kinezi, më thonë të hyp. Unë si isha në gjendje, jemi sinqert, që të arrishe të shti, ase kishe në mend fare që të hypshe ke devejet, kishe një kujtë, mi thash, jo, dhe i buni shumë përshtypi se gjithë mashin në radhen. Po e ndjeva që për mu ishte e lotshme. Edhe i buni përshtypje këti drejtorit. I tha, pse nuk e boni një foto, se bën gjithë, e kishin si shduk. I thash, qemi sinqert, thash, unë ndjeva pak një dhimi i gjokësi. Aj me herë, moni qëndrim. Si tha, po pse, kena gjoti? Thash, unë kam bë bypasse. Po ta qikoshe mërtom si ndryshu e fytyra. Si tha, po pse s'ma the, tha. Kjo shumë me përgjithësi, tha. Po unë s'te kishe lejuar kur. Dhe se kele, ju vetëm atë unë do kishe përgjithësi shumë të madhe që s'të pyeta, tha.
Domethënë kaq strikt ishin ato, sa që duhet të thoshe që unë nuk ngjitëm këtu sepse është edhe përmend të herë pas here. Sa harroj thonë, që nuk ma the që nuk duhet të ngjitesh atje sipër. Domethënë ishin na ka bërë përshtypje kudo, në çdo hotel ku kemi qenë. Një gjë karakteristike, unë nuk u përshtata shumë ushqimin e tyre. Agroni dhe Todoriu e pëlqyen, u kënaqën rakinë e orizit që e pëlqeshin ato dhe mu më pëlqente. Ai sa pi. Madje me kampej. Po, me kinezët. Mi po ato i ranë në sy që unë majshe vetëm supën në një tas të vogël. I thashe, më falni, nuk jem ambientu me këtë ushqimin, edhe s'ka problem fare për mua, se unë nuk ha shumë, janë e këtej. Pastaj pyetëm, po mirë, tha, ke dëgju për Rosën e Pekinit? Unë kishem dëgju nga një miku im që kishte net me vite në Kinë, që e përmente Rosën e Pekinit. I thash, po, i thash, edhe jam dhe kurios. Me njëherë, mu ndryshu ajo e ushqimit tim, këto shokët e mi nuk e hanin, nuk e sollën. Mu ishe Rosa Pekinit. Në çdo vend që shkonim, në çdo qytet, në çdo hotel, domethënë pjata ime vinte me Rosën e Pekinit, një ushqim tepër ishte karakteristik, domethënë, po kaq të rregullt, e morën vesh që ky e pëlqen Rosën e Pekinit kudo. Një detaj i vogël që tregon për vëmendjen. Po, për vëmendjen. Po, me fjalë ta respektojmë. Kohën e parë ishte një kuriozitet i shtuar dhe një privilegj të udhëtojnë Kinë, tashmë janë intensifikuar marrëdhëniet ndërshtetrore dhe sidomos shkëmbimit njerëzor dhe tregtare. Po, është e vërtet. Domethënë, të shih vizitat në Kinë janë edhe të qytetarëve, jo më pastaj në rang delegacionesh, biznesmenësh që ka shumë, shkojnë edhe vinë nga Kina, dhe janë të gjitha mundësitë e vërtet që mos mbetet të thjesht një vend i largët, po Kina është edhe një vend i afërt, se janë kriju marrëdhëniet. Dhe unë jam i sigurt që me një vend të tillë të fuqishëm, edhe shtetit tonë, edhe popullit tonë interesant që këto marrëdhënie të mos kenë asnjë lloj paragjykimi, edhe mund të forcohen akoma dhe më shumë midis dy vendeve tona. Sepse një aset mjaft i çmuar është edhe misia apo raporti i bashkëpunimit për shumë vite. Unë këtë afrim ne çuditeshim, shkoshim, kemi qenë në Pallati i Perandorit, siç e quajnë ato, ose këtë sheshit Tiananmen. Aty kishte edhe nga këto tezgët që shishin, tregtonin në gjëra karakteristike, suvenire e tjera aty. Dhe sa po merrshim vesh që ne ishim nga Shqipëria, menjëherë leshin edhe bisedoshin, ne përmendeshin emrat e aktorëve. I dinin të gjithë aktorët tonë. Filmat shqiptare atje ishin nga më të preferuarit. Dhe s'kishte një kinist mos kishte pa filmin atë që lunë Glantina ku me Edi Luarasin, nga një mi vdekën. Ai ishte për gjithë kinezët, e shifshin dhe prishin me një admirim. Këto pastaj ishin legjenda. Rigadlarja, Gulemra Doja, Kabashi, që në të kohë të gjithë na i përmendshin me emra dhe ne natyrisht ndjeshim një lloj kënaqësie. Shqipëria e vogël njihej në gjithë Kinën. Pastaj unë kisha edhe një privilegj, duke qenë student i lehtësisë, në atë kohë ishte fut lënda e lehtësisë kineze në fakultet. Dhe kur i fliqim ne pastaj edhe kështu në biseda shoqërore, për shkrimtar, për filozofët kinezë, për lehtësinë kineze, dhe ndjeheshin që edhe ato ndjeheshin mirë që ne kishim një uri për Kinën. Domethënë janë të gjitha mundësitë. Është një shtet që tani më ajo ka peshën e vet, influencën e vet në botë, edhe jo më patjetër që ato janë minjose edhe ndaj kësaj Shqipërie të vogël, që me zërin e Shqipërisë, me flamurin e Shqipërisë, ato arritën që çanin det oqeane dhe të marrin atë që kanë sot në organizatën e Kombeve të Bashkuar, deri se bën pjesë në Këshillin e Sigurimit. Tashmë jo vetëm një superfuqi ekonomike, por edhe një perandori kulturore me Konfucin e famshëm si filozofe e shumë personalitetet të tjera. Po, është e vërtet. Edhe lehtësia, tash ka hyrë lehtësia jonë, dërsa është për këtë dhe ka dalë edhe autorë të tjerë, domethënë ndjehet tash kjo edhe afrimi botës shpirtërore, po i quajmë, të filmeve, të shkrimtarëve, të veprave e tjerë, domethënë nuk kemi të panjohur në Kinë. Domethënë ne njihemi akoma, megjithëse kanë kaluar breza. Nuk është më ajo e pashme që ishim dy vëllezër që bësh me të madhe, po dy popull miq mbetemi, dy vende miq mbetemi. Edhe do po përshtypi që atje edhe të rit Shqipërinë e njohin fare mirë. Dhe
letërsia, kultura, arti, padyshim janë instrumenti më i madh për afrimin e popullit. Edhe kanë vërtet, kanë autorë shumë, ju përmenë Konfucin, po Konfuci është i njohur në gjithë botën, filozofia e Konfucit, sa që edhe ato marrin akoma si një udhërrëfys në filozofinë e Konfucit. Për t'i mbajtur të fresht të kujtimit, shpesh i kthemi dhe atij albumi që ju përmendë që na e dhan vetë përfaqësuesit mikpritësit e Kinis në aeroport na e dhan në fund aty, edhe janë disa fotografi vërtetë që vjen një çmallje nga pritja e ngrohtë që ato na bën. Natyrisht aty ishin foto që zyrtare, por këtu janë disa foto nga vendet ku neve vizituam edhe që ndjem atë mikpritin kineze kudo që ishim. Në muzeume, në ndonjë uzinë, në hotele tjera.